Shumë faleminderit edhe njerë për kohën, ndërka shpikrisht të këto diskutime do vazhdojmë që ndrojmë edhe më tej. E vetme pa koalicion, AK-ja synon zgjedhjet e 28 dhjetorit, mirë po me deklaratat e djeshme, cilat zgjuan goxha shumë debat në opinionin publik për të diskutuar gjitha këto në një linjë të drejt për drejt, kemi Shemsedin Dreshaj po nga kjo parti. Zotri Dreshaj, përshëndetje. Përshëndetje. Po besoj po më dëgjoni, apo jo? Unë po ju dëgjoj, ju apo më dëgjoni? Po, tani edhe po ju dëgjoni. Ishim duke diskutuar për gatishmërinë, ndoshta nuk u po që të formohej një koalicion para zgjedhor, mirë po një deklarat e djeshme e Haradinaj, edhe dha disa sinjale pozitive që partijtë disi kanë gjetë, kanë dhënë sinjale se edhe mund të ketë një ndoshta parafrim i deshmes tyre. Si e shihni ju? Pse nuk ndodhi koalicioni para zgjedhjeve? Së pari dua të them krejt këto që janë bërë, kanë qenë veprime të cilat kanë pas për qëllim që të mjegullojnë opinionin publik lidhur me tentativen e menaxhimit të vendit. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është një parti shtetformuese e cila shumë ka investuar në shtetin që e gëzojmë neve sot, dhe Alianca ka qenë ajo partije cila ka propozu alternativa në kohën kur pak kush ka propozu alternativa të tjera. Ju i dini propozimet që ka propozimet që i ka bërë zoti Haradinaj. Dua t'ju them që ne parimore kemi krijimin e shtetit, funksionalizimin e shtetit, dhe këtu jemi dëshmuar pa marrë parasysh sa kohë kemi qenë në menaxhim. Ndonse na kemi qenë bie fjala një kohë të shkurtër në menaxhimin e vendit, evidencat shtetnore lidhur me kontributin që e ka dhënë Alianca për konstituimin parimor të vendit, qoftë nga ushtria, pavarësia energjetike, ose ligje të tjera të cilat i kemi bërë, të cilat vërtet për një kohë të shkurtër asnjëra nga subjektet paraprake nuk i ka bërë. Sipas tjetër, rekomandimi i kryetarit Haradinaj ka qenë se vendi nuk guxon me gjatë të ngecë në një boshllëk të tillë ku jemi neve sot, sepse na presin procese të mëdha lidhur me prosperitetin ndërkombëtar të vendit, në veçanti kur me probleme shumë më të mëdha se sa që është problemi i Kosovës. Unë thras opinionin vendor dhe ndërkombëtar që të përcaktohen për njerëzit të cilët përmbyllin komplet rrugtimin e Kosovës si shtet i pavarur. Alianca është në këtë rrugë. Po, ka qenë rezultati i zgjedhjeve lokale ai cili ju ka shtyrë që të shkoni të vetëm në këto zgjedhje, apo realisht nuk ka pasur një gjuhë të përbashkët me ndonjërin nga partitë tjera për të bashkuar në një koalicion parazgjedhor para këtyre zgjedhjeve, pra? Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka një program të vetin, i cili është program i djathtë dhe ne jemi të afërt me të gjitha partitë të djatha, por në momentin kur vendi kërcënohet nga ekzistenca, ne nuk shohim programe të majta apo të djatha. Realisht, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në çdo sondazh që kanë partitë të tjera, pra duke filluar nga vetëvendosja të tjerët, Alianca asnjëherë nuk ka dalë në 8%. Pra do të thotë, ajo që ka plasu në opinionin publik që Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk e kalon pragun, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në zgjedhjet që vijnë do të jetë subjekt politik i cili ka me marrë vendime të mëdha lidhur me historinë e mëtejme të vendit.
pra kësisoj, zotri Dreshaj, sepse diskutohet shpesh, me qënë se ka dhe pak ditë që ndonjëra prej partive politike edhe mund të shkrijet në një listë të vetme me partit e tjera, kësisoj bie që AK nuk do e bëj këtë, do hy e vetme në këtë zgjedhje. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, si mas vendimeve që janë marrë në Këshillin e Përgjithshëm dhe në kryesitë e partisë, do të garon e vetme, e pasuruar me prurje individuale brenda listës. Dhe ne jemi të bindur që do të jemi person ose subjekt kyç në ethurinë me temit të zhvillimeve qoftë vendore ose ndërkombëtare të vendit, pa marrë parasysh peshën tonë mendoj me votë që do ta marrim nga subjektet, nga qytetarët e vendit. I përmende rezultatet të zotri Dreshaj, megjithatë në zgjedhjet e kaluara ishit në një koalicion me nismën social-demokrate, sa ka gjasa që pastaj rezultati që kishit në zgjedhjet e kaluara të mos jetë i njëjti tani dhe realisht të flitet për rrezikim, pragu ndonë si ju e thatë se nuk rrezikohemi për këtë. Dëzëm, ka shumë zëra tekçi të cilët promovojnë kundër Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Aleanca në zgjedhjet e fundit është shumë e vërtet ka pasur në koalicion partner, të cilët kemë menduar që do të jemi të sinqert dhe kemë menduar që ashtu si jemi deklaruar mendojmë për të mirën e vendit. Aleanca ka menduar për të mirën e vendit, mirë po si duket një bashkërënditje e këtij për votuesin vendor nuk rezultoi me prurje të reja. Përkundër asaj, Aleanca pati një rrëmje në numrin total të votave. Aleanca historikisht asnjëherë nuk ka qenë në 70.000 vota, me variacione deri në 90.000 ose 190.000 vota që kemi pas në intervalet kaluara. Sa i përket aktualitetit, mendoj që Aleanca nuk e mendon fare kualifikimin për kuvend, Aleanca mendon vetëm plasimin në mënyrë sa më të mirë. Ne mendojmë që do dalim shumë mirë. Po, Dreshaj, kur thatë se AK pas këtyre zgjedhjeve do të jetë një faktor i rëndësishëm për vendimarrje, a i bie kjo se vetë se keni në plan se me këtë do të bashkëpunoni dhe jeni të hapur me të gjitha partit, flasim këto dhe për lëvizjen vetëvendosje në rast se sërish dele para në këto zgjedhje? Ende nuk kemi debatuar në Këshillin e Përgjithshëm dhe në kryesi të partisë lidhur me vendimarrjen e mëvonshme. Ato do të përcaktohen pas rezultateve që do t'i marrim pas votimeve të 28 dhjetorit. Mirë po, në aspektin konceptual, ne jemi parti e djathtë që e çojmë vendin përpara dhe partitë e djathta janë të afërta me neve, qofshin edhe ato të cilat synojnë ka e djathta. Çfarë mund t'ju them? Mund t'ju them se vendi ka nevojë për koalicione të mira dhe të mos ketë zgjedhje sërish në muajin prill. Pra, vendi ka nevojë të ketë një qeverisje stabile që fillon për një riparu damet të cilat i ka bërë lëvizja vetëvendosje bashkë me partitë si motra që i ka pas në bashkëqeverisje dhe duhet kjo sa më shpejt salohet në të mirë që vendi të filloj të ecë përpara. Ju e dini që ne jemi të sankcionuar nga Bashkia Evropiane, të sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk është mirë që përfaqësuesit tanë shtetëror të sorollaten në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rrugëve të Amerikës dhe mos jenë pjesë shtëpisë së bardhë, State Departmentit ose strukturave të larta menaxheriale. Fatkeqësisht këtë dukuri nuk e kemi parë në 5-6 vitet e fundit. Kemi pas ftesa ceremoniale kur individët e caktuar na kanë përfaqësuar, por jo ftesa zyrtare për çështjet esenciale të vendit. Zotri Dreshaj, në anën tjetër, ajo se çfarë diskutohet gjithmonë shumë është dalja e qytetarëve në këto zgjedhje. Marr parasysh se ne kishim një palë zgjedhje në muajin shkurt, të cilat rezultuan me një blokadë e cila zgjati
8-9 muaj, po thuaj se është një vit i humbur, marë parasysh edhe shumë marrëveshje të rëndësishme për Kosovën, cilat kanë mbet pezull, fondet cilat kanë humbur. Thënë gjitha këto, mendoni se qytetarët do të dënojnë kushtimisht gjitha partitë pa dallim për shkak të situatës së krijuar politike në vend? Faleminderit shumë për pyetjen. Është një pyetje shumë e mirë. Unë mendoj që bloku votues i vendit, apo dëgjojeni? Po dëgjoj. Bloku votues i vendit duhet të orientohet për zhvillimin përpara të Kosovës. Unë mendoj që keqja më e madhe është menaxhimi aktual që i ka ndodhur vendit, dhe nga viti 1990 tek ndej, kur nuk kemi pas diskrepanca më të mëdha me politikat globale se sa me këtë qeverisje aktuale që kemi. Unë mendoj që qytetari i Kosovës, nëse vërtet i ka thonë lam të mirë mendësisë lindore dhe levantinë bolshevike, duhet të orientohet drejt partive shtetformuese, ish qeveritare, që vendin të dërgojnë aty ku ne synojmë. Na nuk synojmë lindje, nuk synojmë Beograd e Moskë, ne synojmë Washington dhe Bruxelles. Dhe të gjithë qytetarët e Kosovës, thellë jam i bindur që këte mendojnë, rruga e cila do të përzidhet për me arrit në këto dy adresa, pra në Bashkimin Evropian dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Paktin NATO, mund të jetë të ndryshme nga partitë të ndryshme, por kjo rrugë, kjo trajektore e orientimit drejt integrimeve euroatlantike është trasuar shumë më herët dhe shumë është derdhur gjatë për këtë punë nga vitet të tëra, jo vetëm nga lëvizjet e fundit. Megjithatë, zotëri Dresha i konsideron që pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit të gjitha partitë duhet të kenë qëndrime më ndryshe nga ato që kanë pasur gjatë kësaj kohe, duke qenë se kanë krijuar një ngërç për disa muaj dhe në rast se nuk ka ndryshime të qëndrimeve, edhe mund të përsëritet një skenar i njëjtë nga ai që kishim nga shkurti deri më tani. Dëgjoni, populli është sovran i vendit. Ai që merr shumicën është vendimarrës, por duhet të bashkëndoj edhe me faktorë tjerë të cilët janë më pak të rëndësishëm në proces të votimit. Ju them këtë që ky rrugtim i Kosovës duhet të përmbyllet në mënyrën që është dizajnuar shumë më herët dhe që kanë dizajnuar edhe paratë si tonë dhe e kanë dashur dhe janë sakrifikuar për këtë qëllim. Njëjtë e kemi pas situatën edhe në luftën e fundit, pra qëllimi ka qenë drejt perëndimit. Aktualisht në qeverisjen aktuale nuk kemi pa ndonjë shkendi apo ndonjë shpresë që ne jemi duke vepruar të integrohemi me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ato çka kemi pa sanksione, kemi pa largim nga edhe kuvendi i Evropës, pra nuk në akceptuar mrena, kemi pa edhe përjashtime nga trajnimet e përbashkëta në NATO, pra kemi pa shumë çka, dhe sot jemi dëshmitar për shembull të asaj që jemi në sanksione edhe të Bashkisë Evropiane dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për shumë projekte të cilat kanë qenë ongoing në vendin tonë. Unë mendoj, Megjithatë, ajo që ndoshta edhe vlen të theksohet me qenë se edhe jemi në prag edhe të fushatës, nëse AK-ja ka vija të kuqe apo jo për partitë e tjera, duke qenë se përmende më herët se nuk ka pasur një ftesë, gjë që e dim të gjithë se nuk ka pasur një ftesë nga partia fituese për AK-n, mirë po në rast se pas këtyre zgjedhjeve edhe do të ketë ndryshime edhe të qëndrimeve dhe nga partia fituese cila do qoftë ajo, ka AK-ja vija të kuqe për ndonjë parti apo jo? Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vit kuqe ka shtetësinë dhe funksionalizimin e shtetit Kosovës.
të gjitha ato parti të cilat i kontribojnë integrimit ndërkombëtar të vendit, zhvillimit të vendit, janë parti që mendojnë për vendit. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është bashkërënduese për çështjet vitale të ekzistencës së vendit. Parapëlqejnë partit me programe të gjata. Mirë po, nëse vendi është në rrezik, ne nuk bëjmë hezitime lidhur me këto veprime. Pse ju them këtë? Ju them, ju e dini fort mirë për organizimin e referendumit në Kosovë nga ana e qeverisë së Serbisë. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është subjekti i parë i cili ka thonë jo. Në kohën kur qeverisja aktuale hezitante se si të pozicionojë dhe ne jemi pozicionuar me të. Pa marrë parasysh që në aspektin programor ne nuk kemi qenë të kënaqur me atë si është menaxhuar vendi. Edhe një herë ju them, pra, për çështjet të shtetit, ne jemi me shtetin. Për çështjet të pushtetit, ne kemi dallime. Po, zotri Dreshaj, në anën tjetër, një çështje tjetër e rëndësishme për të diskutuar mbetet edhe ajo e pjesëmarrjes së diasporës në këto zgjedhje, gjë që është diskutuar shumë, madje një të çështjeve politike shpeshherë po thonë se gjitha partitë politike pa dallim po e përdorin diasporën, po e shfrytëzojnë faktikisht. Si e shihni ju këtë? Diaspora është pjesë e jona, edhe është një pjesë e cila merr pjesë me forma të ndryshme në zhvillimin e vendit. Diaspora është e mirëseardhur dhe çdo subjekt politik e mbështet, çdo subjekt politik dhe subjekt jo politik, pra shoqëri civile dhe të tjerët, ne jemi me diasporën. Diaspora në periudha të ndryshme kohore ka luajtur rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e vendit, si para krijimit të Shqipërisë, pra para vitit 1990, edhe në luftën e fundit. Mendoj, diaspora është një gurismuar i vendit, duhet të respektohet dhe mendoj që e ka peshën e vet në dizajnimin e fatit të së nesërmes. Mendoj që diaspora këtë herë ka me mendu pak më ndryshe, ka me vendosën në peshoj kontributin ndërkombëtar dhe kontributin e zhvillimit vendor nga subjekti aktual që e ka menaxhuar vendin. Mendoj që nuk do të jenë shifra nga perëndimi, pra nga diaspora jonë për subjekte politike ashtu siç kanë qenë në të kaluarën. Ata janë të vetëdijshëm, janë njerëz që dojnë të mirën vendit dhe dëshirojnë ta shohin vendin mirë. Për me dashur pa vendin mirë, Kosova duhet të orientohet drejt Brukselit dhe New Yorkut. Qartë. Zotri Dreshaj, të falenderoj shumë që ishe në këtë lidhje direkte. Ju falenderit juve. Falenderit shumë për kohën. Ndërkaq që nga